Mirëmbrëma, jemi sërish të bashku zëri i diasporës. Do të flasim sonte sërish për diasporën, por e parë në një këndvështrim tjetër. Gjatë gjithë këtyre kohëve kemi parë dhe kemi diskutuar se si të gjitha aktorët, jo vetëm ata politik, por edhe shoqëria civile dhe të gjitha ata të përfshirë dhe media dhe bota akademike e kanë konsideruar votën e diasporës një proces historik dhe një të drejtë për të cilën diaspora do duhet të kishte gëzuar shumë kohë më herët. Po pse duhet ta kishte gëzuar shumë kohë më herët? Pikërisht për shkak të kontributit shumë të madh që ka dhënë në ekonominë e vendit tonë, pa përjashtuar këtu sigurisht edhe element të tjerë të rëndësishëm që diaspora ka luajtur në vite në raport me ruajtjen e identitetit kombëtar. Por ne sot do të flasim për këtë aspektin e parë që unë fola, për aspektin ekonomik, cili ka qenë kontributi i saj ndër vite për ekonominë shqiptare dhe veçanërisht për familjet shqiptare. Unë kam kënaqësinë të bisedoj për këtë çështje me profesor Selami Xhepën, presidenti i Universitetit Evropian të Tiranës, ekspert ekonomie, një nga njohësit më të mirë të këtyre çështjeve. Profesor, shumë faleminderit për prezencën tuaj. Profesor, 1 miliard e 45 milion euro kanë qenë të ardhurat, remitancat, kontributi i diasporës shqiptare vetëm gjatë vitit të shkuar. Me këto shifra, të cilat me sa duket sipas të dhënave janë kanë ardhur gjithmonë edhe më shumë në rritje në raport me dërgesat e emigrantëve për familjet shqiptare, si do të kishte qenë ekonomia jonë? Shiko, në fakt emigrantët shqiptarë kanë folur shumë gjatë këtyre 30 viteve tranzicionit, kanë folur në shumë mënyra, por ajo që lexohet më shumti është kontributi i tyre që kanë dhënë për një ndryshim dhe një transformim, mendoj unë, shumë të rëndësishëm të ekonomisë dhe shoqërisë shqiptare. Pavarësisht që ne i masim gjithmonë me bilancin e pagesave nga një vit në tjetrin, nga 600 milion deri në kulmi, mendoj ka arritur aktualisht, pra ka patur një lloj trajektorie të caktuar sjellja e tyre, por në fakt unë mendoj që impakti është shumë më i thellë se sa këto shifra, sepse nëse shikojmë ndryshimi themelor që ka ndodhur në jetën tonë ekonomike, riurbanizimi i shoqërisë, një jetë e re besoj në gjithë komunitetet rurale, gjithë shtëpitë e reja që ne shikojmë dhe kudo që kalojmë me automjete dhe vizitojmë zonat rurale, shikojmë fytyra të transformuara të fshatrave në raport me mjerimin dhe me skamja dhe me shtëpitë të rënuara që ishim mësuar të shikonim dikur. Dhe mendoj i gjithë kjo fytyrë e re urbane që kanë marrë, qoftë zonat urbane, qoftë rurale, në thelbin e tyre pa diskutim që kanë mundin dhe djersën e emigrantëve, të cilët kanë hedhur kursimet e tyre, kanë kursyer nga familjet e tyre atje ku janë, për të ndryshuar jetën e komuniteteve dhe të familjeve në të cilën ato kanë jetuar ose janë rritur. Kështu që kontributi i tyre mendoj që ka qenë i jashtëzakonshëm. Nga ana tjetër, edhe pse në mënyrë modeste, duhet të thënë që një pjesë e tyre sigurisht që kanë krijuar dhe aktivitete ekonomike në Shqipëri. Mos harrojmë që në komuniteti shqiptar i emigrantëve kanë nxjerrë, do të thoya, individ shumë të shquar në fushën e biznesit dhe është gëzim i madh kur shkon në Itali, në Gjermani apo dhe udhton me tren dhe shikon shtëpitë e emigrantëve shqiptar të mëdha, biznese shqiptare, shikon emrat e bizneseve shqiptar që qarkullojnë me fugona dhe realisht jep një element krenarie, domethënë të mbush me krenari. Dhe mendoj që një pjesë prej tyre kanë mundur që të kthejnë edhe një pjesë biznesi të tyre dhe ta zhvillojnë në Shqipëri. Kështu që do të thoja që efekti që ka luajtur emigracioni, impakti që ka patur emigracioni në transformimet e shoqërisë shqiptare ka qenë i jashtëzakonshëm dhe në fund, për ta përmbyllur, mendoj që sidomos në dimensionin social, roli i remitancave ka qenë i jashtëzakonshëm. Do të thonë, nëse do ta studionim dhe do ta mastim remitancat si pjesë të ardhurave të familje shqiptare, efekti i saj ka qenë gati me një shtesë prej 15% të ardhurave. Çka do të thotë, nëse ne nuk do të kishim këtë nivel të remitancave apo të ardhurave nga imigracioni, familjet shqiptare do të kishin 15% më pak të ardhurave në buxhetet e tyre, çka do të thotë që varfëria në Shqipëri do të ishte një fenomen shumë i fortë, shumë më prezent, për pasojë edhe impakti ose roli i emigracionit le themi në zbutjen e problemit varfërisë dhe në agjendën sociale në përgjithësi në Shqipëri ka qenë i pazëvendësueshëm. Profesor, folje për atë transformimin që ka marrë sidomos zonat rurale dhe normalisht po të shkosh në shumë qendra, në shumë fshatra të Shqipërisë është e vërtetë, sepse shikon shtëpi të cilat janë relativisht shumë të mira, madje mund të konsiderohen dhe vila. Po, a ka pasur diaspora dhe kontributi i tyre financiar ndikim vetëm te familjet shqiptare? Apo ka pasur edhe në ekonomi? Shiko, duke ndikuar tek përmirësimi i jetës, Adam Smithi thotë që në qoftë se individi ndjek
interesin e tij individual, duke zgjidhur hallet e tij individuale, ka zgjidhur dhe hallet e shoqërisë. Pra, në fakt, ata duke ndikuar në përmirësimin e jetesës familjeve tyre, kanë impaktuar shoqërinë në tërësi. Ajo gjithë ky proces i madh i ndërtimit, për cilën ne së fundit kemi edhe diskutimet tona nëse duhet apo jo që ekonomia e Shqipërisë varet kaq shumë nga ndërtimi, por ai rol që ka luajtur, unë nuk do ta quaj thjesht ndërtim, por që transformim i mënyrës së jetesës këtyre familjeve, dhe ky pa diskutim është një investim i madh që ka ndodhur në ekonomi, janë paguar njerëz që kanë punuar për të ndërtuar, janë paguar materiale, lëndë para, pra ka patur një efekt të jashtëzakonshëm në tërheqjen e gjithë karrocës të ekonomisë vendit. Kështu që duke kontribuar në përmirësimin e jetesës së familjeve, ata kanë kontribuar në mënyrë indirekte dhe në zhvillimin e përgjithshëm të ekonomisë, në atë që ne ekonomistë themi e ka udhëhequr kërkesën tërësore agregate të ekonomisë, duke bërë që edhe ritmet e rritjes së ekonomisë të shkojnë përpara. A mendoni ju, profesor, se nëse do të kishim pasur politikat e duhura edhe këto parat të cilat kanë ardhur dhe kanë hyrë sidomos në sektorin e ndërtimit, sepse shohim banesat të tëra të cilat janë vila në sidomos po të dalësh jashtë Tiranës, në shumë qytete të Shqipërisë, janë vila që ndrojnë të mbyllura për shkak të lëvizjes së popullatës drejt nga zonat rurale drejt qendrave urbane, po edhe jashtë vendit. Shiko, përshtypja ime është që ky model i sjelljes së emigrantëve në raport me transferimin e të ardhurat e tyre në Shqipëri lidhet me një mangësi të madhe që ne kishim nga sistemi i kaluar i kohës së komunizmit, ku shtrëngesa për banesa ka qenë një nga aspektet, do thoja, më domethënëse të cilësisë së jetës mjaft të dobët asaj kohe. Kishim 2 kurora, 3 kurora në një familje të vogël, kështu që kanë fjalën uria që kishim ne për të përmirësuar kushtet e akomodimit, kushtet e jetesës, ishte do thoya një nevojë shumë e madhe tek shqiptarët. Kështu që ai model i sjelljes reflekton pikërisht atë trashëgimi apo boshllëk që ishte krijuar nga sistemi i kaluar. Pa diskutim që me politika më të mençura, ndoshta mund të ishte kanalizuar që një pjesë e kësaj të ardhurat e migrantëve të mund të stimulohej për shkuar për ndërtime, jo për ndërtime, po për ndërtime biznesi të reja apo për aktivitete ekonomike, në mënyrë që kjo parat kishte një efekt më të madh në ekonomi. Pra, ajo që ju përmendët pak më parë dhe që pyetët. Domethënë, nëse ne këto do të kishim çuar për investime, pa diskutim që efekti do të ishte shumë më i fortë, shumë më tepër se sa vetëm thjesht përmes procesit ndërtimit apo përmirësimit të jetesës tyre. Por sidoqoftë, edhe një herë, unë mendoj që në mënyrë që shqiptarët, pra komuniteti shqiptarëve emigrantët, të cilët janë një forcë goxha e madhe, janë më shumë gati se 1.3 milion qytetarë që të rinj. 1.6, në mos të bëjë 1.7 janë me të drejtë vote. Statistikat janë shumë të ndryshme, por vlerësohet që një pjesë shumë e madhe, mbi 1.5 milion banor, mbi 1.5 milion qytetarë janë jashtë Shqipërisë, çka e bën një nga besoj komunitetet më të mëdha të emigracionit krahasuar dhe me vendet e rajonit. Po, jemi të parët. Jemi të parët në rajon, edhe përpara Bosnjës, e cila është një vend që ka kaluar luftra dhe janë detyruar të largohen për shkak të konflikteve etnike. Kështu që nga kjo pikpamje, ndoshta me politika më të mençura mundet të, por në thelb, unë mendoj që thelbi i gjithçkaje është që komuniteti emigrant në Shqipëri, e para një rikthimi emigrantëve është një proces shumë afatgjatë. Është shumë e kollajt ti dëbosh njerëz nga vendi, mjafton politikat e këqija të vendit dhe njerëzit me njëherë, sidomos në një botë mobiliteti dhe ku liritë e lëvizjes janë rritur shumë, njerëzit do të largohen me njëherë, pra votojnë me vrap kollaj, duke u larguar dhe të drejtën për të votuar dhe njëherë po ja u japim mbas 30 vitesh për të votuar në kutinë e votimit. Dhe për t'i rikthyer realisht ata në Shqipëri, mendoj që është një proces afatgjatë, i cili në radhë parë kërkon të vëmë rregull shtëpinë tonë. Pra, të largojmë ato faktorë për cilat ata ikën. Në qoftë se ata u larguan për mungesë oportunitetesh, u larguan për demokraci të dobët, për institucione të dobta, për shërbime të dobta publike, për punësim me paga të ulta etj. Ne këto duhet i zhbëjmë, pra duhet i kontrollojmë këto faktorë dhe në momentin që ne i kontrollojmë këto faktorë, atëherë ata do të ktheheshin në mënyrë krejt natyrshme, siç ka ndodhur në vendet e tjera. Ne jemi vendi i parë, kemi irlandezët që janë modeli më i suksesshëm i rikthimit të tyre, kemi italianët që gjithashtu i kanë qenë një komuniteti madh emigrantësh dhe që vazhdojnë dhe sot jenë një komunitet shumë i madh emigrantësh. Dhe këto janë dy modele të jashtëzakonshme europiane të suksesit, të cilët kanë treguar që kur vendi fillon dhe bën transformimin e madh brenda vetes, atëherë kur duhet japësh besim në radh parë qytetarëve tu
dhe pastaj të japësh besim edhe atyre që kanë larguar nga Shqipëria. Kështu që është një agjendë afatgjatë, por që kërkon veprime të përhershme, kërkon masa politike të përhershme dhe kërkon që të ndërtojnë qeverisjet e Shqipërisë, të ndërtojnë dhe të adoptojnë modele suksesi, duke përpjekur pra që të përcjellin këtë lloj mesazhi të garancisë dhe të oportuniteteve që krijon ky treg, që po bëhet një treg gjithnjë më problematik për shkak të zhvillimeve demografike, pra mund të ofrojë një shpresë në kontekstet e zhvillimeve që po ndodhin aktualisht në botë. E kuptoj. Profesor, fole pak më lart për modelet suksesit të shqiptarëve në shoqëritë ku ata janë zhvendosur dhe janë integruar tërësisht. Po, ne në Shqipëri kemi parë të paktën si modele suksesi disa emigrantë të cilët janë rikthyer dhe kanë vendosur të kryesisht të punojnë në agroturizëm. Kemi pasur disa modele shumë të mira, në fakt për cilet edhe po krenohemi tani edhe me ofertën turistike, po a mund të kishte sektor të tjerë dhe cilet janë ata sektor potencial në cilet diaspora mund të kontribuojnë në Shqipëri? Shiko, rikthimi i diasporës e para njërë mendoj që varet shumë nga ekspertiza që marrin atje. Përfitimi më i madh që ne marrim, shpeshe nuk janë thjesht sasi e parave që sjell dikush. Parat janë me bollok, bankat janë me plot me parat, nuk është në botën e sotme të likuiditetit masiv, kufizimi kryesor nuk është paraja. Kufizimi kryesor janë idetë e biznesit. Normalisht rikthimi i emigrantëve lidhet më së shumti me përfitimet që ato sjellin përmes know-how që ato kanë. Pra nëse një biznesmen shqiptar në fjala vjen jashtë vendit ka punuar në një industri të caktuar, ai atë përvojë do sjellin në Shqipëri. Pra dhe oportunitetet janë pa diskutim në gjithë sektorët, sepse Shqipëria është një vend që pavarësisht që është një treg i vogël, po vazhdon të jetë kompetitiv. Fjala vjen pagat në Itali, të hapësh një biznes në Itali është shumë i kushtueshëm se një biznes në Shqipëri. Dhe për nivelin e biznesmenëve shqiptar që punojnë atje, mendoj që këto oportunitete tregu mund shfrytëzohen në Shqipëri. Dhe unë dy plot raste të tilla personale, individuale nga njohje që ka punuar fjala vjen në biznes, prodhimish materiale duralumini, në materiale ndërtimi, në mobilieri, fjala vjen etj. Dhe kanë ardhur dhe madje me mbështetjen e partnerëve atje italian, fjala vjen apo gjerman, kanë zhvilluar të njëjtin biznes këtu dhe vazhdojnë që punojnë për tregjet e huaja. Dhe kjo është një eksperiencë masive. Ajo që ne shohim në agroturizëm dhe në bujqësi lidhet me faktin që një pjesë e madhe me migrantëve shqiptar punojnë në bujqësi, në fakt dhe në agroindustri. Kështu që atë ekspertizë që ato marrin atje, atë know-how biznesi që ata e fitojnë atje, mund të vinë dhe ta implementojnë këtu në Shqipëri. Ajo që ne duhet bëjmë është që të japim garanci këtyre individëve që kur të vinë në Shqipëri nuk do të kenë burokraci, nuk do të kenë sorollatje, do të kenë lehtësi për të nisë një biznes, nuk do të ja unëzim jetën me kontroll mbas kontrolli edhe gjob pas gjobe, pra do të japim ato shanse dhe hapësirë. Siç i kanë, domethënë, është shëmtuar që shkon në Itali dhe një shqiptar mund të hap një biznes dhe bëhet biznesmen i suksesshëm dhe ka sukses. Dhe po i njëjti vjen në Shqipëri dhe humbet. Kjo është një nonsens i madh. Dhe kjo nuk lidhet pastaj as me know-how, sepse patjetër, për sa kohë ka në Itali në një treg shumë më të vështirë. Ai ka të ekspertizë europiane dhe tani atje është i suksesshëm, në Shqipëri është i dështuar. Kjo është një realitet uluritës që do të thotë që ne duhet ndryshojmë shumë gjëra brenda vendit në mënyrë që realisht jemi të përgatitur që t'i presim me prioritet, unë mendoj këta. Ka suksese, jo vetëm modele suksese, jo vetëm biznes, që ta në botën akademike. Ne kemi programe tani që jemi vendosur kontakt me universitetet e huaja, kemi krijuar një database tashmë të gjithë diasporës akademike, siç e quajmë neve, po i integrojmë ata në procesin e mësimdhënies, po i përfshijmë pra edhe në procesin e rikualifikimit ton, në proces mësimdhënie, në projektet përbashkëta kërkimore. Pra, ka një lëvizje, nuk duhet thënë që është gjithçka në tabula rasa, por në përkthime librash fjala vjen, në botime akademike apo dhe në botime tjera të librave kulturor, sepse është një proces që thatë ju në nisje të kësaj bisede, është një proces shumë i gjerë se sa vetëm thjesht dimensioni ekonomik. Pra është zhvillimi në vetvete i të gjithë trashëgimisë, i kulturës, i historisë tonë, pra për të ruajtur atë që ne e kemi si identitetin tonë kombëtar. Profesor, tham pak më lartë që si vjetë ka qenë niveli më i lartë i të ardhurave nga diaspora, po nga emigrantët,
cila do qoftë fjala që duhet përdorim, po bjem dakord për çfarë po flasim. Nëse ju keni informacion apo studime nga ai sa keni mundur dhe të zhvilloni ju si institucion, si universitet, apo ju si ekspert, si që njeni dhe besoj dini ta lexoni situatën. Këto remitanca kanë ardhur dhe janë fokusuar sërish në ndërtim, dhe janë, kemi dhe këtë stokun e madh të ndërtimeve të cilat vijojnë të jenë ende të pashitura. Fatkeqësisht, domethënë për një periudhë shumë të gjatë kohe, tregu i ndërtimit ka qenë ndoshta alternativa më e dukshme, më interesante, jo vetëm për emigrantët, edhe më e kollajt, jo vetëm për emigrantët shqiptar, por edhe për investitorët e huaj. Mos harrojmë që, domethënë, edhe në shifra investimeve të huaja, që është në të njëjtat shifra, i dedikohet në pjesën më të madhe real estate-it, pra tregut pasurive të palujshme. Çka do të thotë që është një model sjellje që ne duhet ta ndryshojmë. Domethënë, nëse fjala vjen përmirësimi i cilësisë së jetës në familjet e tyre, duke rindërtuar banesat e tyre, duke përmirësuar cilësinë e jetës, ishte një gjë pozitive dhe lavdërueshme. Domethënë, vazhdimi i kësaj sjellje për të ushqyer tregun e pasurive të palujshme në gjykimin tim nuk është një sjellje e shëndetshme. Tani, librat e historisë së ekonomisë thonë se mënyra më e mirë për ta trashëguar pasurinë është, si thonë, brick and mortars, pra tulla dhe llaç në kuptimin e pasurive të palujshme, sepse atje trashëgohet me kollaj vlera, ruhet vlera e paras, sepse paranë e gryen inflacioni, pra zhbohet, paraja zhduket. Ajo që mbetet janë gjërat fizike. Ari, pasuritë e palujshme. Po kjo shërbet vetëm për ta ruajtur nga ana tjetër, jo për ta qarkulluar edhe për ta sjellja e tyre. Edhe përshtypja është që sjellja e tyre është për sparë për të ruajtur kursimet e tyre, për të ruajtur vendin e tyre, pra për të patur përsëri një lidhje me vendin e tyre, dhe një farë kuptimi edhe për biznes, sepse sot investimet në real estate konsiderohen biznes, pra konsiderohet si industria B&B fjala vjen, industria Airbnb, apo gjithë këto tregu i qirave, duke patur parasysh edhe dinamikat e turizmit, është krijuar një pritshmëri, pra që duke investuar në këtë segment tregu, domethënë ato jo vetëm trashëgojnë pasurinë dhe ruajnë vlerën e paras, por njëkohësisht nxjerrin dhe fitim, sepse mund të bëjë një biznes që është i thjeshtë, edhe mund të bëhet edhe pa ardhur në Shqipëri, pra mund të bëhet duke qëndruar aty ku je. Kështu një farë kuptimi, kjo lloj sjellje mendoj që është e shpjegueshme dhe natyrshme, por ajo që ne kemi si interes, si politikë shqiptare, si shoqëri dhe si interesa zhvillimore afatgjata, është që këto qytetarë apo këto investitor potencial të quaja, pra ata individ të cilët jo thjesht kursimet e tyre, por që duan të sjellin mbrapsht një platformë biznesi, pra që duan të bëjnë realisht diçka, një kontribut substancial për jo thjesht për ekonominë e vendit të tyre, por edhe për vete, sepse natyrisht për bamirësi askush nuk vjen. Kështu që për këto ne duhet të jemi më strategjik dhe më afatgjat. Pra për këto raste ne duhet të synojmë, duhet të gjejmë, siç kërkojmë fjala vjen dhe i dim adresën ku e ka Coca-Cola, zyrën, selin qendrore dhe shkojmë e sulmojmë për ta marrë. Të njëjtën gjë duhet bëjmë, të identifikojmë ku janë shqiptarët e suksesshëm, ato modeli biznesi që dhe janë shumë të tillë në gjithë Europën, në Shtetet e Bashkuara, në Europë, kudo. Le të gjejmë këto, të identifikojmë. Ambasadat tona, sidomos në Itali, në Greqi, kanë marrë edhe një nënpunës që merret eksaktësisht për diasporën. Pra, ne i paguajmë me parat tona si qytetarë, si taksa pagues. Edhe i kemi trajnuar madje diplomatët për çështjet e ekonomisë, diplomaci ekonomike. Kështu që gjithë këto investime apo përpjekje që bëjmë duhet materializojnë një gjë konkrete. Dhe në këtë mënyrë, duke i targetuar këto, ti kthejmë edhe ti përdorim pastaj këta individ si modele biznesi për të shkuar te kolegët e tyre, tek miqtë e tyre, në mënyrë që të zgjerojnë bazën e ekonomisë tonë me investime realisht kombëtare, sepse ata natyrisht që përveç se motivi fitimit i lidh edhe një motiv më shumë që është zhvillimi i vendit tyre. Po, patjetër. Profesor, më pëlqeu shumë gjatë diskutimit tuaj që thatë që diaspora mund të kontribuojë jo vetëm nga pikpamja financiare, pra si vlerë, si para, por edhe me know-how. Një gjë e cila deri tani ka munguar. A keni parë këtë si një nevojë që qeveria, institucionet, bota akademike, universitetet të kenë një rol të shtuar, të themi, në mënyrë që edhe të kemi një lloj edukimi financiar, ndoshta edukimi financiar nuk është fiks termi duhur në këtë rast, sepse është shumë bazik, po të ketë një lloj orientimi, të themi, në këtë drejtim. Shikoni, për përpjekjet tona, që t'jemi sinqert, ne kemi patur një dialog edhe me qeverinë, kemi bërë edhe disa takime të rëndësishme, besoj edhe publike, ku kemi kërkuar që rregullat tona të brendshme
të përshtaten paksa që ne të kemi fleksibilitetin e duhur për t'i tërhequr ata në Shqipëri. Që të marrësh njerë, kemi një komunitet të madh akademikë shqiptar që janë mësimdhënës dhe kërkues në universitetet më të mira të botës apo institucione kërkimore më të mira të botës, të cilët sot ne nuk mundet t'i përballojmë që t'i paguajmë pagën që ai merr atje. Sepse që ta marrësh një të tillë do të thotë që të kesh një pagë sfiduese, gjë që ne nuk e kemi. Atëherë ne kemi kërkuar që ndryshojnë rregullat, sepse ne nuk lejojmë në bazë të ligjit tonë fjalëvjentarësimit lartë që mësimdhënia të jetë online, por nga ana tjetër është një humbje e madhe që këtë potencial të madh të mos e shfrytëzonim edhe nëpërmjet mësimdhënies online. Pra këto akademik të rëndësishëm e tjerë kërkimor të bëheshin pjesë e universitetet me kosto më të lira konkurruese, por nga ana tjetër duke shmangur, por këtu rregullat tona janë burokratike dhe që nuk e lejojnë. Dhe ne kemi kërkuar që këto lloj rregullash, siç e mora këtë rast konkret për të demonstruar faktin që në shumë sektor të jetës, ku ne mundet realisht të integrojmë diasporën, ne duhet të riformatojmë rregullat, të ndryshojmë rregullat në një mënyrë të tillë që me një kosto të lirë, të zbutur, ne të kemi mundësi që të integrojmë këtë trurin shqiptar që është jashtë dhe gradualisht pastaj të fillojmë projektet përbashkëta kërkimore, ata ne mund t'i kemi si pjesë të na përfshin në networket e tyre. Ne duam që të ngrejmë Shqipërinë ta integrojmë në rrjetin e kërkuesve europian. Po tani ne këtë s'mund ta bëjmë pa u lidhur në radh parë me ata që i kanë studiuar dhe janë pjesë e tyre. Pra, sepse ky është një proces ndryshimi shumë afatgjatë. Kështu që duhet pra në mënyrë që t'i përshpejtojmë këto procese, ne mund ta përdornim këtë komunitet si një bridge, si një urë për ta lidhur dhe më shpejt, për ta integruar më shpejt këtë komunitet shqiptarësh në botën, le themi, e kërkuesve europian apo botror. Kështu që ka shumë gjëra që ne duhet të bëjmë. Fatmirësisht kanë filluar që t'jenë më intensive dhe fatkeqësisht nuk është bërë asgjë deri para shumë kohësh, sepse agenda në Shqipëri ka filluar në fakt ndryshohet mos gaboj nga viti 2018, kur pati dhe një ministër shteti për diasporën, unë mendoj që ishte një sinjal shumë i rëndësishëm politik dhe nuk e kuptoj arsyeën sepse u hoq, sepse nuk prishte punë, ishte një ministër pa portofol me 3 sekretare atje mjaftor për diasporën, nuk ishte një kosto e madhe buxhetore për Shqipërinë, por nga pikpamja e rëndësisë që ka për që thuash që kemi një ministër për diasporën, që në fundit ai do të koordinonte edhe punën në shumë institucioneve të tjera që mund të merren me çështje të tillë. Dhe për vetë natyrën e rëndësisë që ka, nuk ka arsye të jetë strehohet në një ministri tjetër që mund bëjë shumë puna të tjera. Kështu që e kam fjalën, ju dha një farë roli, duket sikur është zbehur, por sidoqoftë disa platforma tani janë krijuar, disa standarde po vijnë në vend dhe mendoj që në qoftë se ne mund të jemi paksa më agresiv dhe më smart në punët tona gjithë secilin sektorin e vet, mendoj që ka mundësi për ta impaktuar më fort këtë dhe për ta zhvilluar më fort këtë dimension politika publike shqiptare. Profesor, kam një pyetje shumë të drejtë për drejtë. A ka vend për të trembur në raport me remitancat? Sepse gjatë gjithë kohës kemi dëgjuar këtë debatin që, kaloi brezi i parë i emigrantëve, nuk do të cilin më, kemi parë që ato banesat e tyre dhe stilin e jetës e kanë ndryshuar deri diku. Po ndërkohë vim në momentin që gjatë vitit të shkuar kemi numrin më të lartë, vlerën më të lartë të parave që kanë sjellë në vend. Po shiko, remitancat nuk janë instrumenti kryesor i zhvillimit. Ne duhet të presim, zhvillojmë investimet e huaja direkte apo investimet në tërësi private, ku pjesë e cilat duhet jenë edhe paratë e komunitetit e emigrantëve. Në thelb, remitancat konsiderojnë një instrument social. Pra janë një e ardhur suplementare që në kushtet e një familje të varfër, ata e nxjerrin familjen nga varfëria. Dhe në fakt, si se thash, në qoftë se ne nuk do t'i kishim pasur... Nëse unë mund t'a banalizoj disi për të mbajtur frymën gjallë, po themi. Për të mbajtur frymën gjallë edhe... është shumë e vështirë për t'i dhënë një hovë zhvillimi. Pa diskutim. Pra, edhe vetë kuptimi i remitancës ky është. Pra, remitanca është një instrument social më shumë se sa një instrument zhvillimor. Madje teoria e ekonomisë është disi kontradiktore për rolin e vet, sepse shpeshherë në qoftë se mund të ketë efekt negativ, pra në kuptimin që një ardhur e garantuar, si thua, prish incentivat për punë, pra e dekurajon njerëzit që të marrin pjesë në tregun e punës. Unë mund të them edhe eksperienca personale që kam parë, por
kur unë shkoja për kandidat për deputet dhe shikoja të rinj që rrinin në rrugë dhe spunonin dhe kur i pyesja pse spunon, thoshe që rroga 300.000 është demotivuese se vllai i sillte nga Anglia 200 pound. Tani, në një kontekst të tillë, pra, kjo solla për të ilustruar idenë. Ju keni shumë të drejtë, profesor, se kjo logjik vijon edhe sot. Kështu që ideja është që këto janë një instrument i mirë që zbut agendën sociale, zbut problemin e varfërisë, ka problemin tjetër sepse një pjesë e popullatës, e fashës popullsisë që është e aftë për punë, normalisht duhet kontribuoj vetë edhe ato 200.000 lekë apo 300.000 lekë të mos i pres nga vllaja por nga motra, por t'i nxjerr me djersën e tij, dhe kjo lloj nxitje ose ky lloj incentive përgjithsisht dekurajohet, por si instrument zhvillimor mendoj që pra nuk duhet i friksohemi faktit nëse remitancat do shkojnë poshtë apo lart. Nëse remitancat do të bien, atëherë ne do të kemi problem me varfërinë, çka do të thotë pra që politikat tona sociale duhet të jenë më aktive. Megjithatë, edhe për ta përmbyllur prapë këtë, nëse të ardhurat e migrantëve i rrisin remitancat, pra i rrisin të ardhurat e qytetarëve me 15%, fatkeqësisht ndihma ekonomike apo përkraja që do marrin nga programet tona të financave publike nuk e kompensojnë as 4 apo 5% të ardhurën. Çka do të thotë që ato kanë qenë 2 herë më të rëndësishme se sa ç'kemi bërë ne me financat tona të brendshme publike për këtë shtresë shoqërore. Profesor, dhe një pyetje të fundit në raport me këtë dhe pastaj do të diskutojmë dhe për ofertën e dy forcave politike në raport me diasporën, programin e tyre ekonomik disi. A mendoni ju se qëndron debati se diaspora nuk duhet të votojë për sa kohë nuk paguan taksa në Shqipëri? Shiko, lidhja e të drejtës votës me pasurinë ekonomike, pra me të qenit i pasur dhe me pagimin e taksave, i përket fillimet shekullit të 20. Më thënë, duke filluar nga shekulli 20, e drejta e votës është një drejtë universale, e pakondicionuar nga etniciteti, e pakondicionuar dhe është turp që një emigrant shqiptar të ketë të drejtë votojnë në Itali dhe të mos ketë të drejtë votojnë në vendin sako që ai është mbajtur si një pasaportë shqiptare. Në momentin që ai nuk është mbajtur si pasaportë shqiptare, nuk mendoj që atëherë do të bënte sens kjo pyetje. Por unë mendoj që është një drejtë normale, është një drejtë legjitime. Unë mendoj që është për më tepër në kontekstin e zhvillimeve të brendshme në Shqipëri. Personalisht unë e konsideroj si një faktor të rëndësishëm për të ndikuar në balancën e brendshme politike, e cila në Shqipëri është problematike, duke qenë se jemi shumë larg nga standardet demokratike dhe që, si thua, ka deformime të herpashershme të vullnetit votuesve, ata që janë më neutral nga të gjithë janë emigrantët. A shihni të mundur këtë, profesor, në këto zgjedhje? Sepse kemi rënë dakord që mekanizmi për ta kontrolluar votën ose më saktë për të siguruar fshehtësinë e votës diasporës është pothuajse minimalist. Po shiko, do të ishte e shëmtuar që një vend të kaq i ri si Kosova të ketë realizuar një proces as pak të kontestueshëm, pra kreti pa kontestueshëm nga një forcë politike, dhe Shqipëria, një vend me histori mbi 100 vjeçare, 115 vjeçare, ne vazhdojmë akoma që të themi që nuk e garantojmë. Ne s'garantojmë dot asnjë standard po tjetë për neve, por ky është një proces që ka nisur. Unë mendoj që është shumë e rëndësishme që të konsolidohet si praktik dhe pa diskutim që forcat politike aty kanë qenë për të ndërtuar mekanizma që të garantojnë drejtësinë e votës. Sako që të paktën dy forcat e mëdha politike, sepse nuk ka patur, me sa di unë, dakordësimit të gjithë aktorëve, ka patur dhe propozime tjera të cilat shpeshherë janë refuzuar, por sako që është pranuar nga forcat parlamentare ky lloj kodi zgjedhor që i mundson votën e diasporës, atëherë duhet ta pranojmë rezultatin dhe verdiktin e tyre, një lloj si për këto të brendshmit, dhe në momentin që vërejmë që ka probleme, atëherë ne mund të ndërmarrim dhe masa korrektuese për të ardhmen. Sidoqoftë është një eksperiment në gjykimin tim shumë i mirë, i lavdrueshëm, i vonë në kohë dhe që ka nevojë që me vitet e ardhshme ne ta përmirësojmë si praktike dhe në këtë mënyrë ndoshta e ruajmë gjallë dhe interesin e tyre për ndikuar në proceset e zhvillimit tonë brendshëm ekonomik dhe shoqëror. Profesor, vetëm një shkëputje shumë të shkurtër publicitare për të rikthyer më pas për diskutuar edhe për programet politike dhe ekonomike të forcave të cilat garojnë në këto zgjedhje.
Jemi rikthyer sërish së bashku, do të vijojmë bisedën për programin e forcave politike në raport me diasporën. Profesor, besoj e keni ndjekur fushatën e tyre elektorale, unë po e konsideroj fushatën tonë se kodi zgjedhor nuk e cilëson të tillë, por të gjithë forcat politike gjatë fazës të regjistrimit ishin zhvendosur në diasporë, në këtë komunikim me ta për të bërë pjesë e procesit të votimit. Kur erdhi koha që u publikuan listat, shumë pak emra përfaqësues të diasporës pam në listat e dy forcave politike. Dhe nga ana tjetër, gjatë publikimit të programeve të tyre elektorale, Partia Socialiste ka dalë me propozimin e paketës e maleve, ndërsa Partia Demokratike me taksa zero për 5 vitet e para, për këdo që kthehet dhe hap një biznes të ri. Sa mendoni ju që do të jenë efektiv këto programe dhe këto oferta të tyre? Shiko, e para njerë duhet thënë që fakti që për herë parë vota do përfshirë dhe komunitetin e diasporës para migrantët shqiptarë, e në sjellë, si thua, si risi të kësaj fushate elektorale, edhe bërje në fushatës jashtë vendit, çka do të thotë që forcat e mëdha politike qeverisëse, ose edhe jo qeverisëse, sepse edhe forcat e tjera politike po bëjnë fushat jashtë vendit, janë të detyruar në një farë kuptimi që të shikojnë se si mund t'i adresojnë këtij komuniteti në mënyrë që të nxisin interesin e tyre më afatgjatë për Shqipërinë, siç tham pak më përpara, edhe në këndvështrimin e investimeve më afatgjatë atyre. Sigurisht që të dy forcat politike të mëdha, Partia Socialiste me paketën e maleve, çka do të thotë para krimi një sër lehtësish për ata që do të vinë për të investuar në zonat e tyre. Personalisht e gjej është një ide mjaft interesante, nuk ka diskutim që është shumë interesante, aq më tepër ku bëhet fjalë për të rigjallëruar ato asetet vdekura dhe për në një farë kuptimi unë do ta shikoja si një pjesë të një programi të zhvillimit të ekuilibruar rajonal, pra sepse në fakt ajo targeton komunitetet nga ata kanë ikur, pra shtëpitë e tyre, banesat e tyre, pasuritë e tyre që sot janë të vdekura të rigjallërohen, të futen në gjallërimin ekonomik. Edhe sepse me sa duket bregu Riviera e ka marrë një lloj zhvillimi të caktuar edhe... Pa diskutim. Pra, do të thënë, duket që ka një, në gjykimin tim, është një instrument interesant, pa diskutim. Nga ana tjetër, edhe propozimet e opozitës për të bërë, thuaç një lloj qasje në këndvështrimin e taksave me lehtësi fiskale, pa diskutim, këto janë instrumente tipike, tradicionale, ne i kemi bërë dhe herë të tjera. Në gjykimin tim, është prioritet duhet të jetë një lloj strategjie që t'i bind këtë komunitet, që po të kthejnë Shqipëri do të bëjnë fitim. Se po bën një biznes me fitim, nuk e kanë problem që të paguajnë tatimin e fitimit. Unë që ky është objektivi themelor. Pra, në radhë parë ne duhet të bindim këta njerëz që po erdhën në Shqipëri ju do të bëni një biznes fitimprurës. Sepse po të thuash që unë të përjashtoj nga tatimi i fitimit, kur ai nuk e di a bën apo s'bën fitim, është gjanë paqsa hipotetike dhe nuk është shumë josh se do ta konsideroja. Kështu që duhet shkojmë pra deri disa instrumenteve që realisht ka një shkallë të lartë efektivitetit në zbatimin e tyre dhe që t'japi një impakt vërtet. Për shembull, interesante do të ishte që në qoftë se do të premtohej, fjala vjen për çdo 10 euro që do të investonte dikush, do të jepte 2 euro nga buxheti i shtetit. Kjo është një gjë konkrete e matshme, sepse e ndihmon tjetrin që të vendoset, të kapërcej kostot fillestare të investimit fillestar, se ky është problemi në biznes, pra të integrosh dhe të fillosh punën, aktivitetin. Dhe pastaj në momentin që ai fillon dhe bën aktivitet, atëherë do ta kthejë këto $2 gradualisht nëpërmjet tatimin mbi të ardhurën, mbi tatimin e fitimit, tatimin e korporatës, do t'i kthej këto gradualisht këto para, kështu që në një farë kuptimi është që me parat publike ne bëjmë një investim afatgjatë, dhe me një normë kthimi goxha të lartë. Se ne këto 2 euro do t'i prishim se do t'i prishim. Do t'i prishim duke bërë investime shpeshherë, jo dhe shumë dobishme, ndërsa këtu është një investim i mirëfillt në ekonomi, një investim me koncept biznesi, i cili ka një return, ka një normë kthimi shumë më të lartë se llojet e tjera të investimeve publike. Kështu që mendoj që për shembull një qasje e tillë do të kishte qenë më interesante, do të ishte më bindse, edhe realisht do të kishte edhe një impakt shumë të matshëm dhe konkret. A besoni ju se do t'jenë shumë produktiv këto dy oferta, profesor? E preke pak më lart, po dua të them që duke parë trendin e zhvillimeve në ekonomi gjithmonë. Shiko, zhvillimet që po ndodhin aktualisht sot janë shumë dinamike, janë mjaft të vështira në gjykimin tim. Ekonomia botërore është në prag të një ridimensionimi total global.
çka do të thotë që do të bëhet më e vështirë në të ardhmen qoftë për industrinë europiane, për industrinë shqiptare dhe në përgjithësi, për të mbijetuar në këto kushte të një bote të çmimeve të larta për shkak të tarifave, Trumpave dhe kështu me radhë dhe masave. Po flasim pak edhe për atë profesor, dhe masave që po kundërmarrin edhe vendet e tjera. Çka do të thotë pra që nuk është bota më e mirë në të cilën ne do të kishim dashur të ishim, por është një botë problematike. Unë thash që forcat politike duhet gjenin ndoshta instrumenta që janë më efektiv dhe që realisht mund të ishin efektive në pra të kishin një impakt të drejtë për drejtë dhe realisht nxitës. Se kështu, siç e thash edhe një herë, këto ngjajnë më shumë si copy-paste, si oferta të paketave që pa ndonjë dallim të madh nga çfarë kemi bërë vitet 1990. Tani Shqipëria është një kontekst shumë më të ndryshëm se Shqipëria e fillimit tranzicionit, pra duhet realisht që të jemi paksa më pragmatike dhe më smart në ofertat tona. Po, ka pasur një diskutim që përsa i përket mundësive që kishte Shqipëria ishte edhe tregu i punës, pra, ose forca e punës, që me sa duket që me kalimin e viteve ka ardhur duke u zbeur, apo jo, profesor, për shkak të lëvizjes së madhe të forcës punëtore dhe të moshave të reja. A jemi më konkurues vetëm në këtë dimension? Ne jemi as pak konkurues më tani, sepse e para një Shqipëria ka një problem serioz me tregun e brendshëm punës. Largimet edhe tharja e tregut punës, ndryshimet demografike, plakja e popullsisë do të ushtrojnë presion edhe më të fortë me kalimin e viteve. E para një mbi tregun e punës dhe pastaj mbi financat publike, skemën e pensioneve të tjera, por është një fenomen shumë kompleks për të trajtuar në kaq minuta. Por ajo se çfarë mund të bëjmë në tregun e punës është që të kompensojmë në një farë kuptimi efektin negativ të kësaj rënje të tregut punës me kundërmasa, pra me investime në sektor me teknologji më të lartë, që do të thotë pra përdorin më pak fuqi punëtore, por e kanë fuqinë punëtore më produktive. Pra nëse ne përdorim 10 fermer për të prodhuar një shinik misër, ne tani mund të prodhojmë një fermer për të prodhuar 100 shinik misër. Pra kjo është produktiviteti i punës, të ndërtojmë një ekonomi dhe një model biznesi që përdor më pak punë dhe më shumë teknologji. Dhe në këtë kuptim, edhe diaspora apo investimet që vijnë nga diaspora, mendoj që janë pjesë e kësaj filozofie dhe kësaj praktike. Nuk synohet tërheqja e komunitetit diasporës për të punuar këtu punëtor krau, po për të sjell atë komunitet diasporës që janë ekonomikisht të fuqishëm dhe që realisht mund të luajnë një rol, mund të bëjnë aktor të fortë zhvillimor për fatet e ekonomisë kombëtare. Po, profesor, e prekët pak ju dhe nuk mund të shpëtojmë, aq më tepër unë që ju kam në studio, edhe ndonë se po flasim vetëm për diasporën, po gjithsesi të gjitha këto impaktojnë zhvillime ndërkombëtare, sikurse ju e thatë ridimensionimi i ekonomisë globale. Vendimarrjet e fundit të presidentit Trump, si mendoni se do të ndikojnë në ekonominë tonë? Shiko, në ekonominë e Shqipërisë efekti është makroekonomik gjithmonë, pra efekti në balansat e përgjithshme ekonomisë tonë është zero, sepse Amerika nuk është një treg për eksportet shqiptare, as për importet një farë kuptimi, megjithëse kjo s'lidhet me importet, lidhet me eksportet tona. Ne eksportojmë 70 deri 90 milion dollar në Shtetet e Bashkuara, që është më pak se 1% e totalit të eksporteve, dhe ne eksportojmë 3.7 miliardë euro, kështu që është e kuptueshme pra që nuk është një faktor i rëndësishëm për Shqipërinë. Sigurisht për disa sektor të vegjël, për disa prodhues të vegjël, pa diskutim që ka efekt edhe në jetën e disa familje që lidhen me këto industri, siç janë bindë medicinale, por ne trajtojmë është shumë i izoluar edhe një gjë që mund të kontrollohet fare kollaj, domethënë me shumë pak shpenzime publike nëse do të jetë e nevojshme, sepse duhen parë taktikat dhe strategjitë e bisedës midis eksportuesit, importuesit dhe etj. Pra duhen parë modelet e biznesit. Por ndryshimi që po ndodh është shumë i rëndësishëm për Shqipërinë, për shkak se po ridimensionohet të gjithë, siç thash, zinxhiri global i vlerës shtuar, i prodhimit, i manufakturës, i tregtisë, çka do të thotë që do të jemi pjesë e një bote të ndryshme nga ajo që jemi mësuar deri tani. Domethënë, do të kemi dhe nuk bëhet fjalë vetëm për tregtinë, sepse ekonomiksi ndërkombëtar, përveç tregtisë ka investime ndërkombëtare, ka dhe tregjet financiare ndërkombëtare. Pra, janë të tre këto bloqe të rëndësishme që do të transformohen në një mënyrë të tillë që bota e ardhshme, ndoshta mbas 10 vitesh apo 15 vitesh, do të jetë shumë më e ndryshme nga ajo që jemi mësuar të shikojmë deri tani. Kuptoj. Profesor, edhe një pyetje, do të themi pak te puna juaj, ajo që ju e keni vështruar gjatë gjithë jetës, puna juaj si profesor.
të rinjt e sotëm, pra brezat të cilët ju po shkolloni, kanë dëshirë që të vijojnë, të qëndrojnë, të kontribojnë në Shqipëri, apo kanë të dëshirën e madhe për t'ikur? Shiko, në përgjithësi, e para njerë që duhet thënë që brezi i ri në përgjithësi e ruan akoma mendoj motivin dhe do të thoja madje vitet e fundit, duke që ka një interes më të shtuar për, sidomos për disa deg, për disa disiplina apo programe kërkimore, studimore, të cilat kanë një dinamik shumë të lartë tregut punës. Për shembull, kërkesat për studiuar në gjithë degët e inxhinierisë, jo vetëm inxhinierisë informatike apo computer science por në gjithë shkencat e inxhinierisë, përfshin ndërtimin, elektrik, elektronik, inxhinieri industriale, kështu me radhë. Pra degët e inxhinierisë edhe shkencave, si e thonë, në përgjithësi hard science, në përgjithësi kanë patur një tendencë shumë të lartë rritje gjatë viteve të fundit. Kjo është një ndryshim i rëndësishëm krahasuar me deri para 5 vitesh apo 10 vitesh, ku shkon gjithë juri ekonomik, menaxhim edhe pothuajse ishte krijuar një situatë e pakëndshme në tregun e edhe të arsimit lanë përgjithësi. Kështu që ky ndryshim strukturor që po ndodh, mendoj që reflekton pa diskutim interesin në radhë parë të vetë të rive. Kështu që ajo që shikojmë ne është që ka interes në radhë parë për të studiuar, për të formuar dhe për të marrë aftësitë për t'ju përshtatur kërkesa e tregut punës. Sigurisht që në ato degë që tregu i punës i brendshëm është dinamik dhe ka interes, sigurisht që ata nuk është se diskriminojnë sot, sepse sot mund të punosh për tregun huaj pa shkuar jashtë, mund të punosh për tregun, madje ka të huaj që vinë dhe punojnë për tregjet e tyre duke qëndruar në Shqipëri, kështu që për shkak të kostove të ulta, stili jetesës më i mirë etj. Pra ka avantazhet e veta dhe qëndrimi në Shqipëri. Kështu që nuk është e thënë për ka ata punojnë. Ata mund të punojnë edhe për tregjet e huaja, por duke shkuar jashtë ose duke qëndruar në vend, ose mund të punojnë për korporata shqiptare, atëherë kur korporata shqiptare janë vërtet i përgjigjen kërkesave që kanë njerëzit. Sepse për ndryshe nëse ne do t'i dekurajojmë, i shtym me duart tona drejt tregjeve të huaja dhe do të ishte një humbje e madhe përsëri për vetë ekonominë kombëtare. Nuk jo përgjigje tamam pyetjes profesor, nëse duan apo jo të ikin, megjithatë fa respektoj qëndrimin tuaj, edhe dua ta mbyllim këtë bisedë me atë mënyrën se si ju e keni parë diasporën, në sjelljen e diasporës në këtë periudhë zgjedhore, po themi. Forcat politike dhe shumë aktorë të shoqërisë civile dhe analistë të ndryshëm, pra bota mediatike, janë surprizuar disi nga angazhimi i tyre i lartë, sepse nuk e prisnin, kishin menduar diku te vlera 200.000 persona. Në fakt edhe për mua personalisht ka qenë surprizë. E para njerë duke patur parasysh që komuniteti i diasporës nuk ka qenë shumë i organizuar, pra ne nuk është se kemi patur organizime, le themi, jo vetëm organizime politike, po dhe organizime komuniteteve, të komunitetit shqiptarve, ndryshe si janë komunitetet e vende e tjera që ka një histori organizimi dhe komuniteti më të fortë. E para e dyta, shqiptarët janë të shpërndar shumë në mënyrë masive, pra nuk janë të përqendruar, qofse dikur i kishim në Fjalavjen në Bosona, nuk e di që ishin komunitet. Sot në çdo fshat të Italisë gjen shqiptar, pra janë një përhapje kapilare, do thoja, në të gjithë gjeografinë europiane, dhe jam në këtë kuptim pra realisht i surprizuar, por duke jetuar në botën e rrjeteve tani, se nuk është bota e dikurshme, mund kuptohet edhe kjo shpejtësia me cilën mund të organizohen njerëzit, pavarësisht se ku jeton, të qenit pjesë e botës rrjeteve, të bën pjesë e komunitetit, dashur pa dashur, dhe një farë kuptimi e lehtëson shumë mundësinë e mobilizimit dhe të veprimit qytetar dhe veprimit publik. Kështu që ka qenë një, për mendimin tim, një gjë shumë pozitive dhe jam edhe unë pozitivisht i surprizuar. E keni parë më shumë si një efekt që ka ardhur për shkak se ishte risi, profesor, apo keni parë vërtet një lloj, të themi, përgjigje nga ana e diasporës për një kërkesë ose për një të drejtë që ata kanë pasur kohë që e kërkonin dhe Unë mendoj që janë që të dyja këto faktorët, është edhe ideja e të qenit të ndjerit i përfillur nga vendi jot, pra që për herë parë jepet mundësia edhe drejta e votës pra për të ushtruar një pushtet, vota është pushtet, pa diskutim. Patjetër. Kështu që për në këto zgjedhje ku diaspora duket se po ta ushtroj vullnetin e tyre. Kështu që të dyja faktorët do të konsideroja që kanë një rol dhe një rëndësi. Nga ana tjetër, mendoj që ky duhet jetë shpresoj që të mos zhgënjehen, domethënë siç ndodh me zhgënjimin e votuesit shqiptar, sepse ne shikojmë nga një palë zgjedhje në tjera të norma e pjesëmarrjes vjen gjithmonë në rënje. Uroj që të mos i zër kjo smundje, të mos infektohen edhe komuniteti i diasporës, por shpresojmë që ky komunitet të zgjerojë pjesëmarrjen e saj. Dhe në qoftë se këto do të kenë një pjesëmarrje më aktive, unë mendoj që realisht mundësia e Shqipërisë për të bërë ndryshime të rëndësishme në politika tona të brendshme, mendoj që do të jetë gjithnjë më e fortë dhe më pozitive.
Profesor, ju falenderoj shumë për këtë bisedë. Faleminderit edhe juve. Faleminderit. Shikues të nderuar, kjo ishte edhe biseda për mbrëmjen e sotme. Bashkë do të shihemi të premten. Natën e mirë.